muaj të mbar për të gjithat bashkëdetarët kudo që ndodheni në të gjithë botën. Kam një lajm të mirë për ty, sepse nesër, dita e mërkurës, si çdo herë që bëjmë terapinë në grup, falas për të gjithë juve që më dëgjoni, dhe ndaj është mirë që këtë video ta dërgoni të shokët e miq të tuaj, ta shpërndani, që të jemi sa më tepër njerëz për të gjithë juve që kërkoni gjëra falas, dhe që jeni gati vërtet të ndryshoni jetën tuaj. Akoma edhe një hap të shkosh përpara. Dhe në çfarëdo gjendje që ndodhesh në këtë moment, ti mund të dalësh nga çdo gjendje. Dhe këtë mund të ta tregoj me përvojën time dhe me personat që kanë kohë që punojmë së bashku. Prandaj, nesër, dita e mërkurës, si çdo të mërkurë, në orën 20 me orën e Shqipërisë, ndërmjet platformës Zoom, do bëjmë live, prap terapi diagnostike, cilat janë problemet që ti ke në jetë dhe si mund të dalësh nga ato. Do japim programin e trajnimeve të ndryshme të muajit prill. Gjithashtu do keni një surprizë për të gjithë juve që nuk keni punë në këto momente, ose keni punë dhe doni të bëni diçka tjetër për të arritur mirëqenien tuaj dhe për të patur më tepër para. Sepse asgjë nuk mund të jetë në një vend. Ne jemi energji dhe si energji ne ndryshojmë. Prandaj, nesër do kemi të ftuar një shqiptare që jeton dhe ajo në Greqi, këtu ndërmjet platformës Zoom. Prandaj shpërndajnë këtë video në të gjithë njerëzit që kërkojnë punë ose kanë probleme shëndetësore, probleme psikologjike, çfarëdo që të njiheni me një firmë amerikane, të cilën mund ta punoni online, mund të jeni pjesëtar të ti vetëm me produktet që kanë. Për më tepër do kemi të ftuar nesër shoqen tonë, mikeshën tonë Alma, që vërtet është shqiptare dhe ka përparuar shumë te kjo firmë amerikane dhe do t'ju tregoj dhe rrugën e saj, dhe mund të bëheni dhe ju pjesëtarë tuaj që të keni magazinën tuaj elektronike dhe shumë gjëra të tjera. Nuk mund të flas për diçka që nuk e di, unë di që për veten time marr vitaminat nga kjo firmë dhe kam energji të plotë gjatë gjithë ditës, magnesio dhe gjëra të tjera që më duhen. Megjithatë, prandaj ju mirëpres, shpërndajeni këtë video, sepse dhe nesër trajnimi që do bëjmë falas ndërmjet platformës Zoom do jetë shumë i rëndësishëm. Dhe është falas. Prandaj mos mu ankoni dhe mos rrini në mizerje, duke mos thënë s'kam, s'mundem, s'bëj, sepse mundësit ju jepen në mënyra më të ndryshme. Mund të thoni që në këtë moment nuk dua të bëj ndryshimin tim, sepse diku unë jam përkushtuar tek një person, dhe sidomos përkushtimi tek ne, tek personat që përkushtohemi është nëna e babait, dhe nëse do ta shikojmë këtë, për çfarëdo gjendje të vështirë që kalon në këtë momente, dhe nuk duam të dalim. Prandaj, në qoftë se do të dalësh nga çdo lloj gjendje dhe je gati për këtë, hajde të jap dorën që të dalësh nga ajo luca që ke hyrë dhe të treq akoma dhe më tepër. Në qoftë se nuk do, atëherë do të thotë që ti, kushdo që je, do marrësh mësimin tënd që se ke marrë akoma. Unë jam këtu dhe shpërdoroj nga koha ime, nga jeta ime, akoma dhe video që duhet i bësh, dhe kush bën video di shumë mirë që duhet një kohë të qëndroj këtu, të ngrej videon dhe shumë të tjera. Ju uroj një muaj të mbarë me të gjitha dëshirat që ju doni të plotësoni.
dhe bëja një pyetjen vetes. Sot, dua të bëj diçka ndryshe nga ajo që kam bërë deri tani, që të dal nga kjo gjendje. Dhe mos harroni, dhe kush e ka marrë librin e Agentës Magjike Zhvillimit Personal, të punoni ushtrimet të paktën dhe ushtrimet 6 ushtrimet të mëngjesit dhe të shikoni sa shumë do ndryshoj jeta juaj. Gjithashtu, mos harro të shkruash në mëngjes, në drejt, në darkë, kur mundesh, po mirë është të shkruajmë në mëngjes, të paktën 3 gjëra që ti je mirënjohëse që ke në këtë moment. Akoma që kujton që nuk ke asgjë, ke jetën dhe tu fal akoma dhe një ditë, dhe atë ditë ti mund të fillosh të bësh ndryshimin tënd. Ju uroj gjithë të mirat, vegla ka dhe i falas, ka dhe të punosh me veten në privat, ka dhe në grupe, po puna është akoma si pardije që u bë trajnimi i partnerit ideal dhe bashkëdhëtar dhe si mund të arrijm atje, është trajnimi i parë mbas kaq viteve në greqisht dhe në shqip që kishte më pak persona. Por në të njëjtën kohë dua t'ju them që akoma dhe kur këto falas që jepen, mund të jeni më tepër. Akoma dhe kudo që jeni, kam thënë, dhe në Shqipëri, në çdo vend, akoma dhe në tërë botën ku jeni ju shqiptarë, mund të më ftoni të vi dhe do vi. Sepse misioni im, në bazë të analizës të artës së evolucionit të shpirtit me ditën e ditëlindjes që kam bërë, është të sjell atë ekuilibrin dhe balancën ndërmjet gjinisë femërore dhe mashkullore dhe ato që kemi ne brenda nesh. E bëj për ju, por në të njëjtën kohë e bëj dhe për veten. Dhe kështu duhet të bëni dhe ju. Çdo gjë që të bëni, pyeteni veten, çfarë është ajo që ti do? Atë që ti do, plotësohet tek vetja jote dhe mund t'ja japësh të tjerëve. Dhe po, mund të them që kjo rrugë e zhvillimit personal të bësh i ndërgjegjshëm atë 90%-in, ta ulësh, ta bësh 85, ta bësh 10, ta bësh 70, edhe avash avash dhe të ndriçohesh dhe të lidhesh me dritën e vërtet, do ta bësh vetëm kur të arrish të punosh me veten. Sa më shumë të rish në errësirë dhe të ndjekësh shijen tënde dhe të kesh frikë nga hija tënde, ato që ke brenda, errësirën brenda teje, sepse kështu luhet kjo lojë këtu në tokë, është vërtet një lojë, puna është që ti ta kuptosh dhe unë po ta them kush është loja, të dalësh nga errësira, të mos ndjekësh hijen dhe të shkelësh, sepse hija nuk do zhduket në qoftë se ti nuk ke dritën brenda, nuk lidhesh me veten tënde. Dhe nuk është ta zhdukësh me luftë, me përpjekje, atë që bënja unë shumë vite më parë. As me të qara dhe në ankesë. Ajo hija edhe errësira mundet të zhduket, të lirohet vetëm kur ti ta shikosh në sy, të ta pyesësh çfarë mësimi ka për çdo gjendje të vështirë që ka, çfarë mëson, sepse është aty vetëm për të mirën tënde dhe pranimi është gjithçka. Disa persona më shkruajnë ke thua të njëjtat dhe flas shumë. E di shumë mirë, dashuria e madhe për të ndihmuar ty dhe në të njëjtën kohë dhe veten është ndaj flas shumë dhe pothuaj se është një diçka e re për ne shqiptarët. Sepse asnjë njeri nuk na thoshte si ndiheshim, asnjë njeri nuk na tregovi si janë gjërat dhe lojrat këtu në tokë, as në shkolla nuk i mësuam, as prindrit tanë nuk na i thanë, po na thanë që ne duam të tjerët dhe jo veten tonë. Dhe këto të gjitha neve tani duhet t'i lirojmë. Dhe kush s'ka dëshirë të më dëgjoj, mos më dëgjoj, kemi demokraci. Prandaj mos mërzitni dhe ato që shkruani